Një zjarri i shkaktuar në fshatin Lekaj të Kavajës ka përfunduar me arrestimin e autorit të dyshuar pasi flakët u përhapën në sipërfaqet përreth duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në pemtari. Sipas policisë, zjarri u raportua në një sipërfaqe toke me pemë, ndërsa për shkak të përhapjes së shpejtë të flakëve u rrezikuan edhe banesat e zonës. Në vendngjarje ndërhyn menjëherë shërbimet e policisë dhe zjarrfiksit, të cilët arritën të vënë situatën nën kontroll. Nga veprimet hetimore dhe këshyrja e vendit të ngjarjes rezultoi se vatra e zjarrit kishte nisur në oborrin e banesës së shtetasit me iniciale NU, ndërsa një vatër tjetër në pjesën e pasme të banesës dyshohet se u përhap në tokat përreth. Si pasojë e flakëve u dogjën rreth 250 pemë ulliri dhe pemë të ndryshme frutore, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Pas dokumentimit të rastit, specialistët për hetimin e krimeve arrestuan në flagrant shtetasin me iniciale NU, i cili akuzohet për veprën penale shkatrimi pronës me zjarr. Policia e Durrësit u ka bërë apel qytetarëve të mos ndesin zjarre për djegjen e mbetjeve bimore apo për qëllime të tjera, pasi përhapja e flakëve mund të rrezikojë jetën, pronën dhe mjedisin. Gjithashtu ftojnë qytetarët të denoncojnë çdo rast zjarrvënie në numrin 112 duke garantuar reagim të menjëhershëm dhe ruajtjen e anonimitetit.